الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم افتح علينا فتوح العارفين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فالله تبارك وتعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله العظيم. Me ajetin surat Fatir jemi duke I përjetimet e tona. Në atje gjerë në dersin tonë masiqinie kemi merë në komentin e ajetit numër 7, në ajetin numër 6, realitet në gjismën e ti, sot nuk do të vanohemi në ten pjesën që ka merë pa komentu. Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuh thot inna shejtana lakum aduun fattakhidhuhu adua. Djallin, shejtanin e keni anmik për anmik njifne. Gje ishin fjalët e fundit dersit tonë mas namaz diqinijës. Shejtanin e keni anmik, konsideroni anmik. Komenti jon ishte se shejtani është hasëm e prej hasmit dut me urujt. Këto ishin fjalët e tona gje. Në këtë kontekst sot pra e kemi fjalën shkelja e njeriut në gjurmat e anmikut në lidhje me këtë ajet. Kush I shkon shejtanit mas, do të thot I shkon gjurmave të anmikut vet mas. Do të thot e ndjek anmikun e vet. Jo në atë kuptimin e ndjek anmikun e vet për ta zhduk, por e ndjek anmikun e vet me I shku mas tabijateve të atij. Kjo është me këtë ajet rrep të ndaluar. Ka thënë fattakhidhuhu adua, konsiderone për anmik. Çfarë qëllimesh ka ai? I ka tregu Allahu Jalla Jalaluhu në pjesën ditë të ajetit. Ka thonë innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. I thret me të madhe shokët e vet, I thret me të madhe partinë e vet, me qenë bashku me ta antar të zjarrit xhehenemit. Kja është orari shejtanin për shkurti. I thret miqët edhe njerëz antar të partisë vet për të qenë bashku antar të zjarrit xhehenemit. Në këtë botë xhamati nderuar musliman, ka shumë parti, në këtë botë ka shumë shoqata, në këtë botë ka shumë shoqëri, në këtë botë ka shumë asociacione, në këtë botë ka shumë boshte njerëzish. Mirë po në realitet, në këtë botë ekzistojnë vetëm di parti. Në këtë botë ekzistojnë vetëm di parti. Cilët janë ata? Ne dim se në Amerikë janë di partit mloja, në Gjermani ka partit mloja, në Francë ka parti, në këtë botën ka parti. Në botë ekzistojnë vetëm di parti. Këto qerat janë lokalitetet pa konsiderueshme. Për shka janë pa konsiderueshme? Për shkak se janë kaluse. Për shkak se I ngjajnë gripit shumë. I ngjajnë shumë, kanë përbashkët me gripin. Vjen, rrin, shkon edhe u kri me ta mo. Për shembull, Partia e Mretit, ka kalu moti. Partia e Kralit, ka kalu moti. Partia Komuniste, grip, flam, kanë hunën ton, 50 vite dhe shkoj. U kri. Në rregull. Pse këto parti pra janë pa konsiderueshme? Për shkak se shkojnë edhe vinë. Qindrojnë deri me një kufi, kur ju zbrazët akumulatori, ju shtramojnë qelia të thojnë popullit selam aleikum. U krije jo një mo. Ose ju thot populli ative selam aleikum. Në partit vazhdueshme prej ditës parë të Ademit edhe deri ditën e gjykimit, që kur s'kan met mongut, kur s'ka qenë bota pa ato di parti, ato janë partia Allahu Jalla Jalaluhu edhe partia e shejtanit. Ala inna hizballahi humul ghalibun. Allahu në Kurani Kerim ka thonë partia Allahu Jalla Jalaluhu ato kanë me fitu. Ala inna hizballah humul ghalibun. Si kanë me fitu ato? Ka thonë fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Ato kanë me qenë prej neve të ndihmuar, edhe mbi anmikun vet kanë me qenë fitues. In yansurukumullahu fala ghaliba lakum. Kan ta ndihmon Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuh, ai atë mos ka kush e mposht. Kan ndihmon Allahu s'ka kush e mposht mo. Në rregull. Kan ndihmon Allahu. Wala yansuranna Allahu man yansuru. Allahu ndihmon vetëm atë që rrugën e Allahu Jalla Jalaluhu ndihmon.
të gjithë njerëzit që ndihmojnë rrugë, veç rrugës Allahu xhalla xhelaluhu do të jenë pa ndihmuar përbash për këtë shkak jeta ative në skenat e kësaj bote do të jetë shumë afat shkurte. Skena e shejtanit është afat gjate për shkak se gjithmonë është prezente. Ka thonë innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. E thret partijën e vet gjithmonë me çun zjarmin e xhenemit. Shejtani a mungon ndonjëherë? Asnjëherë, as partia e tij s'ka mungu. Shejtani a mungon ndonjëherë prej skenës botnore? Asnjëherë, pra partia e tij ka me met gjithmonë. Allahu xhalla xhelaluhu a do të vdes ndonjëherë? Asnjëherë, hasha. Partia e tij ka me qenë gjithmonë. Këto di parti kanë me qenë luftë. E varët që tash pra. Ti si antar, në cilën parti e ki vendos me jetu? Ti si antar, si kalimtar, si kaluas në këtë botë. Jo i përgjithmonshëm, i ardhën me datën kaq, i vdekur me datën kaq. Në cilën parti e ki vendos me nejtë? Në partijen e shejtanit, hasha lillah. Në asnjë mënyrë. A ka mundësi hoxha me na i prezentu këta mik të madh, bashkë që shdonë Allahu xhalla xhelalu që ta njohë më mirë. Shumica e njerëzve kemi bo muhabete private, kemi nejtë kontakte, kemi udhëtu me njerëz, kemi bo biseta, kemi bo anketimet e tona në mënyrën tonë, e konsiderojnë këta mik figurë, e konsiderojnë një figurë e padukshme në khajal, në fantazëm, në fantazi, duhet me qenë ki qështu dyqish ki shejtoni. Derisa ju kanë nu epitete pa lidhje, ju kanë nu epitete pa baza, kanë thonë. Për shembull, shejtani a me një kom. A i me një kom. Kur të thojë dikush a i me një kom, kejtë e dinë se për ka po folët. S'ka lidhje, shfar me një kome. Shejtani është i zi, a i zivi, kanë thonë a i. A i zivi, dhe me shejtani kanë a i zi. As kjo sa e vërtet, as qetra sa është e vërtet. Po e vërtet është një gjonë qetër, se aja është një krijes, një makhluk i Allahu xhalla xhelaluhu ve xhalla shanu, e mendojnë njerëzit se ai heth rrugë si ti, faktikisht ai nuk heth rrugë, po ushtarët e atij rrugë hethin. Ai heth, ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, në gjakun e juaj mrena. Inna shejtane yajri fi ibn Adam majra ad-dam. Aja jo me një kom, as me di kom, as me qerak kom, as me dorë, aja është mrenda në gjakun tanë, ai qarkullon me gjakun tanë mrena. Kështu është ai makhluk, nuk ka figur me xhibe, nuk ka figur me pantolle, nuk ka me kpuc, nuk ka me baston dorë. Ai het sa njonin prej juve, çdo njerin prej juve, sikur çka qarkullon gjaku. Pra, kësi janë miku ke me veti, me kësi janë miku ke punë. Edhe kje ka partinë e vetë. Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanuhu e thonë, ala inna hizba shejtani humul khasirun. Partia shejtanit ka me humbë. Ajo s'ka me fitu asnjëherë. Ajo që do të fiton ka thonë, ala inna hizba Allahi humul ghalibun. Të Allahu xhalla xhelaluhu, ushtarët e tij kanë me fitu. Fitoria në fund e ative do tjetë. Pra qëllimet e tij çka qenë kanë? Qëllimet e tij qenë kanë që ai vetë mos shkon në xhenem. Këta mirë në prej dersit sotit. Qëllimi i shejtanit është që ai vetë nesër mos digjet për të këtë shok. Ka prej njerëzve shejtan i ka prezentu Allahu në Kurani Kerim, surën në ajetin e fundit në radhëgjën e Kurani Kerim, i ka thonë minal jinnati wan nas. Shejtani është njeri edhe është xhinë, pra. Dy lloj shejtana në këtë dunjë janë. I ka prezentu në ajetin tjetër në Kurani Kerim, ka thonë shayatinul insi wal jin, shejtanat e insanëve dhe të xhinëve. Shejtani njeri është më pak i rrezikshëm me një mënyrë prej mënyrave. Është më pak i rrezikshëm. Mirë po është jo në atë kuptimin s'ka gajle, çka duhet bëj, jo në atë kuptim. Keni pa njerëz smut edhe ju burra si kemi pa na, për shembull. Ku shakon mal. Ku shakon mal me kerr, me bajdru, me ortak, me kujshi, me nip, me daj, me katunar, me çka mos. Edhe atje për shembull, mujtësh si të kishe si, mujtësh me i pa disa përjetime që ti së një shenë në shpi ato. Në gjami së një shef ato për shembull. Qka ndodh agje? Që shka ndodh? Ta shef njoni se kerrin e ke ngarku me dru edhe nuk e ke shtrengu mirë. E shef mon është se ti për një me ke kerrin rëzik me gjitha hajvante dhe cullin.
shun, nuk fol, bash në atë moment shpinën asaj pune ja këthen. Ki kush anë që ki? Ki nuk ka njeri, ani se ke kujshi, kisa njeri. Ki është njeri edhe një qëtër sen. Ki është aj shka Allahun Kurani Kerime ka prezentu. Ka thonë shejtan, ki është dreq, ki është shejtani. Akhras, ka thonë shejtani nem. Ki është shejtani nem. Kush është shejtan nem qëtër kush? Shejtan nem është si pas hadisit Rasulullah s.a.s. për njerëzve kam fjallën, ai që e sheft keqen edhe shun. E sheft keqen, e sheft prap të në fis, në mahal, në shpin, katon, në rrug, edhe hesht. Thë dhaka shejtanun akhras, kja është njeri cili hesht. Po të shef se kërën ta në kilon keq, po të shef se hajvan me gjithë kërë po të mitën, po e shef se hajvan me gjithë kërë me fmi po të mitën, bashkë qatë herë hesht. Ki njeri mrenda është i smut, ki njeri mrenda ka komandant, e ka mësus shejtanin, a i thot vepro qështu, se kur të ndodhe ti ajo me keqja qatë herë knaqët. Mirë po knaqët vetë, knaqët në terë, e shim lomën ki kur të knaqët natën, se po e shef dikush se për çka ashtu gëzu. Ama gëzot, në terë gëzot. Realitet, ki gëzot në pik drekës. Po mrenda në shpirt e ka një gëzim, a i gëzimi cili do t'i kushton nesër ditën e kiametit. Do t'i kushton, a i faktikisht në këtë botë ashtë t'i kushtu shumë pa i nuk e din. Kja është shejtani njeri. Të shkolla, ka nxënësa, të cilët kanë me shoqin dhe vetë në bankë, me një klasë. Njoni i din të gjitha mësimet, edhe njoni nuk i din mësimet. Njoni i ban dëtirat, qetri nuk i ban. A i cili nuk i ban dëtirat, shoqit vetë i ban gjelozit, trash, pëse a i shumë mirë për di, e kur s'ka mundësi që ka me i ba mo, në mungesën e ti me lapsja për shklin fletorën. I shkru në gjallavin në bidetirat e ti, ja ban fletorën harab. Në mungesën e ti jam shet qantën, jam shet strajcën, ja vjen lapsin, e len pa laps në orë mësimit, në momentin e mram, kura i hartimin du të me bo, ki lapsin ja kam shet. Ma vonë do shta talët pak, që dhe lapsin u të msheva, kishë në arru në gjepë këtë djune. Kja është në zanës shejtan, ki nuk ka me lidhje me fen, ki nuk ka lidhje me edukatën, ki zbat njeri, kur, asë njëherë, ki është si a i shka taliron vintin, në të pojze, ki që ati i në gjanë. Momentin ma të rëzikshëm të thell një dherë vintin të mas, ki të qënë hendek, ki të qënë humner, këto njerëz nuk janë njerëz, të janë shejtana në këtë mënirë. Or qatë Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë, inna shejtana lekum aduun, fattakhidhuhu adua. Shejtani në armik e keni, para në mik njifne. Pasi ka po këto ajetin, këto komente, këto fjallë bukura, në ajetin numër 6, surat Fatir, Allahu Gjelle Gjelaluhu në ka pru një ajetit cili përfshin di grupe. Grupën e shejtanit edhe grupën e Allahu Gjelle Gjelaluhu Gjelle Shanu. Ka thonë, alladhina kafaru lahum adhabun shadid. Ushtarët e shejtanit kejt në dënim të madh ditën e kiametit. Walladhina amanu wa amilu s-salihat lahum maghfirah wa ajrun karim. Kabir. Ato që janë të Allahu Gjelle Gjelalu dhe bojnë punë të mira kanë besim, ditën e kiametit do t'i paguj me dënimet mëdhaja, me pagesat mëdhaja, të cilët pagesa do t'i marrin për dore edhe do t'i qojnë xhenetin e Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanu. Për ajetin 6 edhe 7 kaq sot nuk do të vanohem më tepër, do të kalojnë ajetin numër 8 inshallah. Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanu thot: "Afa man zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana." Këtu e kam sot e qendrën e dersit tim masi që njihet komentit ajeteve në suratul Fatiha, në surat Fatir të mfalni. Afa man zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Në këtë pjesë të ajetit gjematin ndershëm edhe rinjë dashur, Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanu në ka afru dishka në përmet këti Kurani Kerimin këtë ajet, me të cilin ajet në ka tregu thelbin e i letit të gjitha shoqërive prej Ademit deri te djali Imramil cili dhe të linden këtë botë. Sa fjallë janë këto kejtë? Afa men zuyyina di lehu su 5 amelihi 6 faraahu 7 hasanat 8. Këto janë 8 fjallë të këti kësaj pjesët këti ajetin Kurani Kerim, në përmet të cilëve Allahu Gjelle Gjelaluhu shkaqët e gjithat qijave në këtë botë që ka ndodhin janë pjesën e këti ajet, në këto fjallë, në këto 8 fjallë.
Është pjesë e ajetit i cili kur ta komentoj që tash ka me të lanë pa përgjigje, sa është formën e pyetjes. Ajet në formën e pyetjes. Ka me të lanë ti e pa përgjigje, edhe ka me më lanë mu e pa përgjigje, edhe i ka lanë njerëzit preja ditë shka ka zbrit deri tash, edhe ta mi do t'i lanë e pa përgjigje. Ti kërko, unë do t'a spjegoj, ti kërko përgjigje në vetë vetën mush me gjetë. E thonë, afa men zujjina lehu su u amelih, faraahu hasana. Qka me ndoni për atë njeri i cili gjitha punët i ban keq, po në to është i bindun sa të e bo mirë. A keni përgjigje gjëmatin dërshëm? Qka me ndoni edhe njëherë, qka me ndoni për njeriun i cili tëna punët keq i ban, i bindun se aja të vepru më mirë prej kejve? A ka përgjigje? Afa men zujjina lehu su amelih, faraahu hasana. Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë, këto, o njerëz, këto e keni i letin. Prej qëto, prej këti burimit për ju rrëdhin gjithat këshijat. E ban muhabetin dhom. Ndoshta 4 orë duhet me ndëgju, pas e s'ka mundësi që tërkush me fol. Prej fillimit derin barim vetëm shkret. Mirë po i bindun sa të e folë vërtetën. E ban punën fush, i ban dama rëzvete dhe kujshive hakarat kejt, i bindun, së një afrosh me i thonë se e ke gabim. E ban punën e keqen midis rrugës, së një afrosh me i thonë se je keq, se i bindun sa të e ban mirë. Ta shkrun letrën, me fjali ma dopta dhe ma sulmuse, ta qënë, ta prek shpirtin mrena dhe ndërgjegjet, ndoshtë edhe nderin ta prek, i bindun sa mirë, i bindun sa mirë, i ban punë dhe tegra të gjithë, kejt argumentet të afron se i ka bon buta punët, a kejt veprimet i ban tegra, në gjitha fushët e veprimet, në gjitha fushët e veprimit ati, në gjitha fushët e zbatimit, të gjitha punët i ka ati tegri qka jeton mal, ama uniformën e bardh të ati shka qëllon qarkullona për qitet. Punë t'i ban të leonit, punë t'i ban të gjitha të leonit, bisedat i ka të melaqës, fjalët i ka të melaqës. Efa men zujjina lehu su u amelih, faraahu hasana. Ash i barabart ki me ate që Allahu Gjelle Gjelalu i tutët, ash i barabart ki me ate që e fol fjallën e drejt edhe nuk nin ma mas se sa kushton, ash i barabart ki i cili e zgjanon rrugën me ate që rrugën e ngushton, ash i barabart aj i cili murin e ngre ka irti vet me atë shka eshtin ka rruga, a shka eshtin ka rruga murin e vet eshtin ka rruga prej rrugës e ban o bord vetin, aja të ju dok, aja të vepru keq, po ash i bindu sa të vepru mirë. A i cili e ka shlu në rrugë atë që prej u borrit nuk del në rrugë, a mirë atë vepru a keq, aja të vepru keq, mirë po aj po e shef mirë, se po e shef me si të smut, nuk atë e pa me si të shnosh, nuk atë e pa me si të letrës Allahu të ardhën prej qilë njërzijës, dhe të ka djun kiru lisanu lma e min sakamin, dhe në shpesh herë gjuha nuk i ven uj i shishëm, kush i ka fajet, a uja gjuha, uj kur si ka fajet, a i gjithmona shfurat, a i gjithmona i qetë edhe i pasër, a i gjithmona i kanëshëm, kush i ka fajet? Sot e kam pini shishe uj shumë i edhët në kardë, nuk ka pas, unë atë shishe uj i prej që ati bardaki i dhash ati qetrit nuk tha kështu. Unë prej ati bokalli i kejt dhomës i qita me pi mazdarke, as njase ngrejt i gishtin me thonë se ka uj i edhët, pse ti e të ardhe i edhët? Shkoshi që e problemin e gjuhës, se me gjuhën ke problem. Kad junkiru lisanu lma e min sakamin, shpesh herë gjuha e konsideron ujnë e idhët, ama gjuha i ka fajet. Ajo është e smut. Po me ndonë sa mirë. E fa men zujjina lehu su amelih, faraahu hasana. A i cili qëtë bërlokën rrugë, ajo të e pa me si të vetë, se sa të bo gjuha, të bo mirë. Edhe me sbrami ndoshta lajmërot patriot, thot unë vatanin tem e du, unë e du për vatan po ja abzor,
Kush na të dhonë zor për vatan mu kon, ta kish na pa një njeri i cili e ngren gishtin prej këtij populli, e t'ja kish na pa ato cilësitë e patriotizmin ndaj vatanit vet. T'ja kish na pa njonit veç e t'ju kisha bërë rob, ti kisha shërbi për gjitha ditët që më kanë met tjetës teme, sa janë një, dhia, 1000, 2000, ti kisha shërbi, ti kisha nejt para derës ati me një kombë. Vetëm njatë ma shoftë, a qa i shka i pështin rrugi e donë vatanina. Po kush pështin rrug nuk e donë vatanin e vetë, gjëmati jem. A i shka qëtë bërlokin rrug vatanin e vetë se do. A i shka qëtë bërlokin rrug katunin e vetë nuk e do. A i shka shlën virë rrug katunin e vetë, asfisin e vetë nuk e donë. Allahin e vetë nuk e donë. Kush pështin rrug, hunën kush e prin rrug nuk e donë vatanin. Që dhe me donë vatanin me dashtë. A i që ka të qiftën sot edhe del malatin këtë dimën, për të vrani le para 400 kg gullën e ka prate shpia, nuk e donë vatanin e vetë. Vatanin e vetë, me gjitha Allah, e lejuara, mështë të më kuptoj njërëzit keqë. Vatanin e do a i që sot e kap një të thas drift, një thas grune që të malagje, edhe e shtrin bari për të hangra të shka e në gjenal. Qa e donë vatanin e vetë? A donë vatanin e vetë a i shka deli pratë pëmt në rretha? A donë vatanin e vetë a i shka të hezë e provon sakitën pëmën e shilta? Nuk e donë vatanin e vetë a i shka pa lodhi edhe pa mun, edhe pa ju dasht një flet, një pëmës ku do koftë e këput në dorën e vetë. Nuk e donë vatanin e vetë a i. Unë se di njerëzit, qish pëmendojnë se duhet vatani? Qish duhet a i? A i vatani a duhet si të mjape mu para? A i vatani a duhet mu kur të më afroje vazifa? A i vatani a duhet kur të më afroje mu pozita? A i vatani a duhet kur të mboje mu deputeta? A i vatani a duhet mu kur të mboje miftia? A i vatani a dëshurot mu kur të mboje ministra? A i vatani a duhet mu kur të mboje ambasadora? Jo, këto bot kuptime kush i ka këtë bot nuk e njep. Këto bot kuptime kush e ka faktikisht prej erës kësaj bote s'ka morë kur. Vatanin, për vatana, po. A i Saroki, a i nëzonë si cili dëtirat si ka po sot, qaj do tjeta i nesër shka nuk e do vatanin. A i mësu si cili prej 50 minutave orën e mësimit, 49 minuta ka dhonë mësim, 1 minut jo, a i vatanin nuk e donë. A i hoxha i cili me ndonë me ushqi popullin e vetë, me 5 minuta dërës, 4 minuta ledzim për 5 minuta dërës, a i gjematin e vetë nuk e donë. A i mjeku, a i popullin e vetë nuk e donë. A i mjeku, i cili për operacionin e vetë, ma shumë se roga vetë, prej ati fukaras, lip diçka a i vatanin e vetë, as dinin e vetë, as popullin e vetë, as kombin e vetë, as shkencen e vetë, as landën e vetë, as njani nuk e do. Nuk e do. Për shkak se ati ju ka bon si të vetë punë e mirë. Nuk e kam të mjeku fjalla, po të njeri unë përgjësi. Ju ka bon punë e vetë mirë, a mënësi të ati ja bon mirë. E fa mënzujin e lehu su ameli, faraahu hasana. Nuk duhet vatoni ashtu. Ti të më kalzoj një shembol, prej shembojve qartë, edhe ndodhije gjallë, qish duhet vatoni. Në Algjirë, në luftën Hawari Bumedjen, edhe De Gaulli, ples të din këtë luft, kejtë e kemi përjetu na, prej slargu e kemi përjetu, trit me gjithë se shumë i ri kusha, nuk ka pa aferë në të ndodhina, kanë qenë pak me herët, nuk kam kalzu me një rast në dhomë ndokët, se një plak, qunin e vetë, qunin e gjallit, e kish përdore 13 veçar njipin, e kapën natën me një katun, zabitlarët e Francës, edhe i thanë, ndalu. Unë dalë natën me një rrugë një fshatit, tha është e vërtet se dojnë me në filmu Arabët Santa prej këti fshatit, tha po, e vërteta. Tha mundesh me në tregu ku janë grupët koncentrume, tha po, muj me ju tregu, si ta vrani këtë qunin. Gjallit ishte aj 13 veçar, sa si ta vrani këtë, sa pse me vra këta, tha duhet me vra këta për me ju kalzu. E nëzirë revolën zabiti franceze dhe i graj Sarokit, para kam dhe gjishit. Hajde kalzon ashti, edhe më dëgjoni pra. Që ta shë duni me mprej ka 1 milimetër prej gishtave kamës të një të flok nalt, për ta ditë se ku janë koncentru mas njerë. Edhe pse na qove pra me vraket, tha të më këshi vra mu e ki ju kalzojke, se ki janë cull. Ka për atë shkak. Me më pas dodhë mu e shka, kjo e këti tha ju të regojke sa janë i vogël. Këto e dojnë vatonin. Këto njerëz e dojnë venin e vetë. Nuk e dojnë venin e vetë ato shka nuk lanë jeshil me urrit burat ndëruar.
Nuk e lanë vatanën e vetë ato shka ngasin me magarën, s'kajt dunjohës a gjeni krane ku arrit me shku me shkatru. Nuk e dojnë vatanën e vetë ato shka armët i majnë në kuk me i kalzu popullit se na me armë ju drejtojmë. Nuk e dojnë gjematin e vetë a i hoxha i cili me revole hete dhe i kalzon popullit se kam trimni unë që kam revole. Revolja kur s'ka qenë trimni, s'pakun mesin e popullit tanë kur trimni s'ka qenë, s'pakun mesin e gjakit tanë kur trimni s'ka qenë, s'pakun mesin e kombit tanë kur trimni s'ka qenë, s'pakun mesin e vlaut me vla revolja kur trimni s'ka qenë. Revolja jona është dituria jonë, revolja jona është argumenti shkencor të cilin nuk mundet me najlohat askush, revolja jona është bashkimi jonë, revolja jona nuk është gangsterlëki jonë, por revolja jona është dashuria në mes njëri qetrit. Revolja kemi respektin edhe nderin edhe dinin edhe fen edhe diturien që kemi. Revolja kemi fen islamet. Nuk me revolja njëni neve na qon haber për agje, për revolgjive na qon një revolgjia i madh, na qon haber se ka me shku për i thonë dhe tani na prej sot, ka me shku slupçanin për atë hoxën që po para gje, me kall kejt katunin ka me shku me kall. Me gjithë gjinë e shpia ka me shku mi kall. Allah, 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 Allah. Vinë, bo, Hamburg, bo, tu një kanë benzin, jashtin, krije ka tu, një delë në fund, ma ispravi o palacin e kall, dhe marrë i puna. Allah, Allah. Po pys për i zatë zotit, ku është akhlaku, ku është sjelja, ku është dini, ku është ajeti, ku është respekti, ku është nderi, ku është ilmi. Afa men zujin e lehu su ameli faraahu hasana. Që me ndoni për atë njeri që me ndonë sa të bo mirë, a faktikisht ashtë të bo keq, ama i bindun sa të e bo mirë. Prej këtu jam të ju linë problemet, o gjemat musliman, prej këtu jam të ju linë problemet. Këtu e kanë bota islame, këtu e ka i letin. Njoni me ndonë anglisht, jam të me ndu mirë. A qëtëri me ndonë frëngjisht, ta bete shpia. Njoni me ndonë gjermanisht, ta be atë mendim të shpia. Njoni me ndonë indoneziski, ta be atë mendim të shpia. Njoni shkon veshët atje shpanjolski, ta be të shpia. Njoni shkon qesët brazilski, ta be të shpia. Kejt dhe ju ka zbukuru bota e huj. Kejt për e shofin se mirë. Faktikisht shka u bon. Pa i që hajt e përparshëm. Ato që i kanë ujtë dhenë, kër i kanë pru që faqët, që ka i qethin dhenët, kanë pas kujdes në porosit e veta. Ka thënë gjep, ja kejt rafsh, ja kejt merena. Ashe vërtet ajo kush ka rujt dhen. Ja kejt rafsh, ja kejt merena. Mësë mbani ati qishit. Dhend, hajvan, krafsh, ja merena kejt. Ja kur dalim, mësë dalim, dhjet të dhend kune janë, qështu kanë thonë, dhjet të dhend kune janë. Njajt, regull. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. الله جل جلاله القرآن الكريم كفان سورة الكهف من آيات قل هل ننبئكم بالأخسرين أعماله. أكني دشير ثا الله جل جلاله سورة الكهف me ju njof për një me njerëzit, me njoftu me njerëzit të cilët janë punë të ative, të cilët punët të ative janë humbje. Dhe në kalzona ja Rabbel Alemin, për në menzi po priti me në kalzu, fa alledhina dalle sa'juhum fil hajatit dunja. Që ato shkanë këtë botë rrugën e kanë humë, që ato janë ato. Wa hum jahsebune ennahum juhsinune suna. Nuk ka i leti që rrugën e kanë humë, i leti janë qëtër konë. Ku është i leti? Wa hum jahsebune ennahum juhsinune suna. Të bindun se mas miri prej të gjithë dhe ato janë të punu. Ku është i leti? Rrugën e ka humë, po. Rrugën e ka humë, po i bindun se është në rrugën më të drejtë prej gjithë popullatës. Allah, Allah. Qfar modeli a thua ki? Ma dhe në kush ashtë kja thu, qfar modeli a ki? E ka humë rrugën, i bindun se anë rrugën më të vërtet. I kanë tregu se në Shkup shkohet për autostrade, i ka kap rrugicat, ama me shleper. Me shleper rrugicave. Do me thone ka humë rrugën. Me i shku të kabina me atë që elderën, o bujër. Shkabe këtë shajote, kamion marë, s'me shefa. Sa kile i kaki? 50 ton i ngarkum. Me gjithë shpras i ngarkum 50 ton. Sa be birë, s'pa e shof këtë rrugë për ti unë e ti, qërave rrugë du të me jetë. Lërgo më të nena. Lërgo më të nena, di vetë unë e që 25 vetë që e punoj këtë punë. E ka humë rrugën, i bindun se anë rrugën e drejtë. E thënë, lëdhine dhalle sa juhum,
punë t'i ka negativ kejt, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dbindur mendojnë se i kanë punë me rregull. Tha Allahu xhalla xhelalu, tha o millet, o popull, o musliman, o bita e Ademit, me qenë se ju jipët mundësia dhe punoni për te, si të punoni ju jipët, që këtë dritare me mund me mshel? Ska i let mo. Me mund që këtë dritare me mshel. Unë po baj keq, ama i bindun se jam të bo mirë. Që këtë dritare me mund me mshel? Më njëherë, prej këti momenti e tanena, treni juv nisët në shinat e veta. Prej këti momenti, treni juv nisët në shinat e veta. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. Në ka kallëzu Kurani Kerimi se të gjitha punët janë në dorën e Allahu Gjelle Gjelalu. Ai ka doje fut në hendek mo për të dal jo, ai ka doje nxerr prej hendekut mo për të hup jo. Edhe më në fund mas kësaj pjesë ditë këtij ajeti Allahu Gjelle Gjelalu i thot Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, o Muhammed, thashune, kjo pjesë e ditë e surës i përfshin ajetet përkthelse. Na po të shofim se i mërdit shumë, na po të shofim se e prek shumë, na po shofim se i ke dëshirat që as një prej popullit tanë mos të punojë negativ, po të shofim se i ke këto dëshira. O i dashuri Allahu Gjelle Gjelalu, edhe në papët përësisim dishka, shkarkov pak, fela të dheheb nafsuka alejhim hasarat, mos e shkatro vetën. Në fund funit, nuk kanë dorën tonë, o Muhammed, ashtë në dorën e qëtër kuj, fa inna Allah yudillu man yasha, wa yahdi man yasha. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. Ti nuk e ban hidayet ka dush, po e ban hidayet ka doja Allahu Gjelle Gjelalu. I tha Rasulullah s.a.s. Ebu Talibit, agjës, tha agja jam, pak pa dik. Tha, thuj la ilaha illallah, dëshmoj për ti e ditën e kiametit. I thom Allahut musliman ka dik. Tha, biri jam, se ju pa të thonë Ebu Talibit disa dita pa dik, me qelive, Muhammedi shkoni mas. Kështu ju pa të thonë. Muhammedi shkoni mas. Ndëgjoj një urnat se kejti ka me ven. Ndëgjoj Rasulullah s.a.s. për këta, edhe mendoj se mës ju ka qelë një derë ti fole. Tha thuj, qatë fjallën, thuj. Dëshmoj për ti e ditën e kiametit. Ti thomë Allah i ta magja jem musliman ka dik. Tha jo, o një pijem, tha. Laula l'hadhari, laula l'mesabbetu, لولا الملامة أو حذار مسبة. Mos me qenë se më shajnë këto thojnë, ki u tot pideka se la dinin e babalarve, kisha me të besua ma të des në dinin e Abdul Muttalibit. Des në dinin e Abdul Muttalibit së prish pun. U gjanem edhe Abdul Muttalibit në zahë dhe mua dhe ti edhe këti zahë. Des të lëndush din, s'ka problem. Por Rasulullah s.a.s. i tha, fela të dhëhab nafsuka alejhim hasarat. Mos e shkatra vetën. Leje Ebu Talibin, aqe ki, leje të shkojnë gjenem, s'ka s'prish pun. Leje vlavin mi, në shkojnë gjenem, ka lja dhe shumë, mos e prish vetën. Me të këta jetë, ka njëherë kemi hasë probleme, njerëzit i kanë pun pa qarta këtë djune. Kanë thonë se Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë Kurani Kerimin Allah, inneke la tahdi men ahbab. Në ti nuk e qenë një dajet ka të dush, ti po ka të doja Allahu Gjelle Gjelalu, pra ndorën e Zotit ka na. Është një ajet tjetër në Kurani Kerim, thot innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Ti i qet njerëzit në rrugën e drejtë, edhe të disa ulema me pak përvojë, ndoshta me pak lexim, ndoshta këtë diu në pika vjen ajo, kanë thonë, a besha, Kurani Kerimi është kontradiktor me zveti. Me një vend thot ti s'e qet një dajet, në tjetër vend thot ti e qet një dajet ka të dush. E shka umur dash pra. Xhamat. Këto mos janë ndoshta punë xhamati, për juve a kjo punë ron. Allahu Jalla Jalaluhu Jalla Shanu bash me këtë ajet na tregon se këto di ajete nuk kundërshtohen me zveti fare, kur na thot ai se o Muhammed, ti thret edhe çet njerëz në rrugën e drejtë. Bash njëjt si qertë edhe Ebu Talibi nat munir. Ti detire ki e këta. Ama më smrami ku ja varmi na hidajetin, ku ja çesmin tregë dhe kush e blen pineve, as çetër puna ajo. Atë e ban punën tonë si për ata si për ata. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال مسش كتروات سورة الكهف الله جل جلاله صد فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يا محمد مصدر مش كتروات انت تعال مسلمات كرجو بريتيه مو ندشيرة تتوى تفالة شي أصني نيري مسيس بكالون الإسلام. يو يا محمد مسلو kokën bani spjegimet çitja argumentet përpara mos le gjë pas spjegu. Ma smrami dije se di vene janë në ahiret. Farikun fil janna wa farikun fis sa'ir.
Njëna pjesë ka me pa me shiju xhennetin e Allahut, e pjesa tjetër e njerëzis ka me shiju xhenemin. Prej kësaj nuk do të largohesh ja Muhammed, bani shpjegimet, çiti argumentet, shtuju çka e keni jetë me thonë, çka po të them me thonë unë të gjitha me smrami, çetër kuj leja përgjësin, pite vorrat ata nëna njerëz të qerojnë hesapet me çetër kan, Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanu, në këtë botë inshallah let na i ban. Allahu xhalla xhelaluhu inshallah natën e vorrit let na i ban. Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanu mas vorrit muslimanëve kejve let ja boft inshallah. Allahu xhalla xhelaluhu elusim që gjithë muslimanëve anë kanë botës ditën e Ramazanit kabul ja boft inshallah. Elusim Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanu që nënave tona edhe ative kunatave të cilët angazhohen për përgatitjen e sifirit e iftarit sevapët ja vështoft inshallah. Edhe ja vështoft sevapët ative vajzave beqare të cilët janë angazhuar në Ramazan nënës me ja bë përgatitjen e sifirit e iftarit ma let. Dora ju lumt ative edhe në ta dinë se kanë sevapët të cilët nesër do t'ju vlejnë shumë, për shkak se i kanë dy fishta. I kanë sevapët e përgatitjes pjesëmarrjes edhe i kanë sevapët e ndihmës nënës. I kanë sevapët e dy fishta. Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanu kejt ummetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me Ramazanin dita që kanë met ja u pruf me bereqet inshallah. Lillahi al-Fatiha.